Një beach bar ka rënë në flak mbrëmjen e Teintes. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 16 në fshatin e Radhimës. Në komunikatën zyrtare për mediat, policia e Vlorës bën mendje se flakët kanë ardhur për shkaqe aksidentale. Flakët e nisura nga beach bari kanë prekur dhe janë përhapur më pas në të gjithë territorin përreth. Siç konfirmon edhe policia e Vlorës, si rrjedhoi flakëve janë ndjekur edhe disa çadra, por edhe shezlong, të cilët ishin vendosur në pritje të sezonit veror në ambientin përpara beach barit. Kanë qenë vetë administratorët e subjektit, të cilët kanë lajmëruar policinë dhe forcat zjarfikse. Këto të fundit kanë mbritur në kohë në territor, por pa mundur të bëjnë më shumë. Kjo për shkak se brenda pak minutash flakët kanë përpirë çdo gjë, të cilën e kanë gjetur përpara në ambientin që përgjatë verës funksionon edhe si plazh. Për shumë minuta, për shkak të flakëve ka qenë rreziku konstant për të përhapur flakët edhe në biznese aty pranë. Por valpunës së zjarfikses së Vlorës është bërë mundur që përhapja e flakëve të ndalet. Si rrjedhoi e flakëve, dëmet materiale janë të konsiderueshme, pasi nga beach bari dhe ambienti përreth tij, por edhe çadrat dhe shezlonët që ishin vendosur në Bregdet nuk kanë mbetur asgjë. Fatmirësisht nuk ka patur persona të lënduar, edhe për faktin se zjarri ka rënë në një periudhë kur biznesi nuk ishte funksional. Policia e Vlorës ka marrë gjithë anasat, por edhe provat në vendngjarje, ndërsa po punon rreth zbardhjes së plotë të kësaj ngjarje, e megjithëse mund të ketë dyshimi se zjarri mund të jetë vendosur edhe qëllimisht.